Përshëndetje, unë jam Lucy dhe sot do t'ju shpjegoj përdorimin e foljes jam në gjuhën angleze. Verb to be. To be pra është folja jam në formën e saj më të thjeshtë. I am. Unë jam. Ose ndryshe në shkurtim mund të thuhet dhe I'm. You are. Ti je. Me shkurtim mund të thuhet dhe your. He do të thot ai, pra është në gjinin mashkullore. She do të thot ajo, është në gjinin femërore, ndërsa it, kujdes këtu, i referohet të gjitha sendeve që na rrethojnë, përfshir këtu edhe kafshët, por nuk bën pjesë kafshët që kanë emër të përveçëm. Pra të gjitha sendet dhe kafshët përveç kafshëve me emër të përveçëm. He is, ai është, në shkurtim do merr këtë formë. He is. She is. Ajo është. Në shkurtim me këtë formë. Dhe it is. Ose it's. Pra his, she's, it's. He is, she is, it is. Kjo është forma e plotë. Ju sugjeroj normalisht që të mësoni formën e plotë, më pas me praktik do të arrini që të përdorni dhe format e shkurtuara me lehtësi. Kalojmë në numrin shumës. Folja jam, siç e shikoni, në anglisht merr forma të ndryshme. Në numrin shumës është më e thjeshtë për të mbajtur me, sepse merr vetëm një formë, are. We do të thotë ne. We are. Ne jemi. Shkurtimi i saj do të ishte we're. You are. Ju jeni. Ose your. Dhe they are. Ata ose ato janë. Their. Pra në mapa keni format të shkurtuara, ndërsa këtu keni formën e plotë pozitive. Tani do të mësojmë si të formojmë fjalit mohore duke përdorur foljen jam. Është shumë e thjeshtë, sepse struktura është e njëjta, vetëm për të formuar fjalit mohore, na duhet që të shtojmë fjalën not, që tregon mohim, pas foljes jam. Për shembull, I am not, që do të thotë unë nuk jam. You are not. Ti nuk je. He is not. Ai nuk është. Për kujdes, edhe në mohore, gjithashtu ka edhe shkurtime. Për shembull, he is not ose he isn't. Is not dhe isn't do të thonë të dyja, po të njëjtën gjë, thjesht këtu është e shkurtuar ndërsa këtu keni formën e plotë. E njëjta vazhdon dhe me she, pra ajo nuk është, she is not ose she isn't. Dhe it is not ose isn't. Pra, si që thash, is not dhe isn't janë e njëjta gjë, thjesht në klapa keni shkurtimin, ndërsa këtu keni formën e plotë. E njëjta gjë vazhdon edhe me shumës, ne kemi formën e plotë dhe shkurtimin. We are not. Është forma e plotë, ose we aren't. Okay? You are not ose aren't. Dhe they are not ose thjesht aren't në shkurtim. E zgjidhni ju, cila është forma më e thjeshtë për ju për të shprehur. Përveç formës negative, besoj se e kuptuat, kemi dhe formën pyetëse, interrogative. Tani do mësojmë dhe si të bëjmë pyetjet me foljen jam. Për të formuar pyetje në gjuhën angleze, ekziston një rregull shumë i thjeshtë. Mjafton që kryefjala me folje të ndryshojnë vendin. Në këtë rast, I am është kryefjala e shprehur me përemër vetor, ndërsa am është
forma që merr folja to be, pra folja jam, në vendin e parë njëjtës. I am do të formonte një fjali dëftore. I am Lucy. Nëse do të kryejmë një fjali pyetëse, duke qenë se kryefjala dhe folja ndrojnë pozicionet me njëra tjetrën, pyetja do të ishte Am I speaking English? Për shembull. Pra am I kur është folja e parë, pastaj vjen kryefjala. E njëjta strukturë është e vlefshme për të gjitha. Atëherë, are you? Is he? Pra folja e para, kryefjala e dyta dhe vazhdon fjalia. E njëjta gjë me is she? Or is it a dog? Për shembull, është një qen. Are we? Are you? Are they? Pra, rregulli është shumë i thjeshtë, mjafton që juve të praktikoni sa më shumë dhe do të arrini që ta përdorni në maksimum këtë folje. Siç e pa që në fillim, folja jam merr forma të ndryshme. Nëse juve doni të përdorni shkurtimet janë më së të sakta, nuk ka problem. Nëse nuk ja dini që në fillim, me praktik do arrini që të përdorni të gjitha mënyrat e foljes jam. Kujdes, kur bëni pyetje, kur shkruani pyetje, vendosni dhe shenjën e pikësimit në fund të fjalisë pyetëse, në këtë rast është pikë pyetje, sepse nëse nuk e vini shenjën e pikësimit, do t'ju quajë gabim. Dhe në momenti që jeni duke folur dhe ju drejtoni një pyetje, në mënyrë që dëgjuesi ta kuptojë që ju po i drejtoni një pyetje, intonacioni i zërit tuaj duhet të vjerë në rritje. Kaq kisha për foljen jam, shpresoj ta keni kuptuar, mirupafshim në mësimin tjetër.